Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shënjës së Luanit. Uroj të jeni mirë. Do bëjmë leximin e radhës për ju, por kërkoj ndjesë së pari për që nuk arrita dot t'ju bëj javën e kaluar, por ju premtoj që do filloj që sot të bëj leximin më shpesh nga ato mesazhe për çdo ditë pothuajse dhe do jem më strikte në të dielave në leximin javor. Të shohim të dashur Luan çfarë mesazhesh apo këshillash do marrim kësaj radhe për ju. Magjistari, ja asi, kemi letra të bukura, kam një mbrapsht, po do ta lë ashtu. Kam në leximin e juaj 2 esër të dashur që do thonë kogja letra të mira dhe kam faqe e këto lajme që jeni duke i pritur, ta them kështu, do vonojnë pak. Kjo është ajo, asgjë tjetër më keq se kaq. Leximi juaj është i përkryer. Në shikim të parë është absolutisht i bekuar. Ta them kështu. Deri tani shenja e 5 me radhë, jeni leximin më i bukur dhe më i mirë. Magjistari është një letër që i kemi të gjitha gjërat në tavolinë. Është i kesh këtu dhe të gjitha veglat, ta quaj ashtu, apo të gjitha mundësitë për të vepruar dhe për të bërë atë çfarë jeni duke dëshiruar. Magjistari është dhe merr dhe nga e kaluara mësimet, duke patur 4 elementet e saj të universit që është ajri, uji, zjarri, toka, mbi tavolinë, që do thotë mundësitë të pafundme për të bërë atë çfarë dëshirojmë, merr dhe nga e kaluar ato çfarë mësimet, çfarë kam bërë gabim, si mos ta bëj më, si mos ta përsëris, çfarë të bëj prapë nga ato që më ka sjell rezultate të mira dhe kështu me radhë. Magjistari sjell apo vizaton, ta them ashtu, rrugtimin e ri, plot mundësi, absolutisht të mira. Nëse kemi mendjen siç thot apo siç sjell kjo letër këtu apo këtë energji që pasqyron alternativa të mira, të suksesshme, të kemi mendjen, të kemi dëshirën dhe të përdorim gjithë ato vegla, siç thash, mbi tavolinë që kemi, është e pamundur të mos kemi sukses. Dhe absolutisht asi i spiralës. Asi i spiralës është asi i shkopive ndryshe dhe kalorësi i spiralës që është kalorësi i shkopive. Para se të arrim të ky as të dashur Luan, është do takoni një person, do merrni një lajm, pak do vonoj, ai lajmi këtu e kam do vonoj në kuptimin jo me vite, po me ditë javë, jo shumë, atë çfarë jeni duke pritur dhe në momentin që do ta merrni, nuk ta merrni në atë mënyrë siç e keni pritur, po ndryshe, dhe kjo do i bëj të ndryshoni pak qasje, të ndryshoni pak mënyrën se si e keni menduar dhe kjo do jetë akoma më e mirë. Asi këtu me gjithë ta brinj të bukur këtu, ky qap këtu apo që thotë të pa jo vetëm të reja në biznes, jo vetëm të reja në punë, jo vetëm të reja në punë, në familje, jo vetëm të reja në jetën personale, profesionale, është absolutisht diçka të re, pasionante, e begatë, ndryshime të shpejta, ndryshime të bukura, të suksesshme, sjell ky as. Por për gjithë ata që janë duke pritur fëmijë, do jetë një fëmijë që është djalë, nga që është energji mashkullore, por dhe gjithë ata që nuk janë, është një ngjizje një fëmije që do jetë djalë. Kjo është jashtë asaj, nëse nuk e dëshironi, nuk është patjetër, por që për ata që janë duke pritur. Tani, po thash, një takim me një person, një lajm me dikë, një diçka që do ju bëj të ndryshoni, por do jetë më pozitive, se si kisha menduar në këtë mënyrë. Kjo mund të jetë ajo që do ju lehtësoj për të arritur. E bukura aty ku dëshironi. E bukura e kësaj është vërtet në çdo pikpamje. Prandaj thash, është lexim më i bukur juaj, në çdo pikpamje do jetë fitim pruese për ju dhe nga ana e
partnerit, dhe nga ana e familjes, dhe nga ana e punës, dhe nga ana sikur I keni lëshuar të gjithë motorët turbo, ta them kështu, dhe jeni duke u përafruar me atë çfarë dëshironi. Pak si thash, lajmet nga që është letra mbrapsht, unë nuk I lexoj, por zgjodha ta lexoj kësaj radhe, letrat mbrapsht, është zgjedhje imja. Dhe 7 pasqyrë. 7 pasqyrë do thotë të shikoni puna e juaj, asgjë nuk është dhënë këtu, është mundi juaj, është sakrifica, është sfidat që I keni të kaluar, ngarkesat, bllokimi, streset që I keni patur deri tani, është absolutisht e merituar gjitha kjo që do thotë një shpërblim, do ta quaja një shpërblim I punës së juaj. Dhe tjetër, asi tjetër, do thotë këtu jeni duke punuar, shikoni, edhe kjo asi fillon dhe rrjedh, do thotë benefitet apo të mirat e asaj pune do sjellin ato çfarë dëshironi. Duke marr tani të dyat, mund të jetë dikush do të ketë bineq, është vajzë dhe djalë, nuk do të thotë patjetër, por që ata që janë shtatzën është djalë, ata që do ngelen do jetë më vonë do jetë vajzë, nga që janë të dyat. Apo është I ndar leximi, se kam dhe vajzën dhe djalin. Por mos të mjeni me këtu, çfarëdo që të jenë fëmijë të shëndetshëm, aman. Por asi tjetër tregon për një dashuri të re. Nëse nuk është dashuri e re, atëherë mund të jetë ajo e vjetër të filloj të ndizet apo të marrë një kahje komplet shumë të bukur, shumë të mirë, sikur një dashuri e dytë me të njëjtin person, një ringjallje, një rikthim, një vërtet shkëndijë që do I ndez, siç thash, gjithë motorët. 2 esër në leximin e juaj të dashur, Luan, do të thotë vërtet arritje të mëdha në kuptimin e plotë të fjalës në gjitha anët. Thash, mbani motorët ndezur, nga që kjo që është duke ardhur tek ju është më së merituar. Keni punuar, keni sakrifikuar dhe absolutisht do shpërblenin me ato.